Anaj metodë, doktor Batën, tash nashta se cili prinde ka frikën e anestezionit, e operacionit, duke si term pak, a ka anaj metodë fizike, ose diçka që mund të shtyhet? Mirë që e përmende, nuk ka metodë. S'po du me thonë masazh, po diçka të ngjashme. E kuptova, me tërhjekje me këto jo. Në këtë rast kemi të bëjmë, dhe me thonë, përveç se testisi është i shkur që e shumë na, shumicën e rasteve është i fiksu me inde për rreth, duhet mu liru. Prej muskujve kremaster që i shumë na, që është i fiksu me aty. Për para një kohë gjatë janë ndonë hormonet, po fatkeqësisht në Kosovë ende në disa vende po vazhdojnë mu trajtu me hormonet, që si pas shoqatës të kirurgëve evropianë, me thonë edhe amerikanë, hormonet nuk duhet mu përdorë. Nuk duhet? Jo, ajo është teknologjia viteve 60-ta, është shkencë viteve 60-ta, është vërtetu që nuk ka rol kurfar roli në zbritjen e testisit. S'ka pas efekt. Terapia hormonale, në qoftë se është testisi, është edhe ato patologji e diskutojmë që e quajmë na testisi mobil që lëviz, e njerëzit shpesh mendojnë që për shkak të hormoneve ka zbrit. Jo, ai ka qenë prej fillimit testis mobil që ka lëviz nalt e poshtë. Po studimet e fundit tregojnë që terapia hormonale shkakton apoptozë të qelizave të testisit, do të thonë i shkatron qelizat e testisit. Duket që ka rujt formë për shkak se bëhet edem, ajtje, po efekti afatgjatë është i kundërt, do të thonë hormonet nuk duhet të hipen në këtë raste. Zgjidhja vetme është ndërhyrja kirurgjike.